Mund të themi se kemi një emergjencë në sektorin e mbetjeve. Por është një ndër ndërhyrjet më të mëdha, më serioze, më të vendosura shtetërore për largimin e deponive ilegale të mbeturinave se zonat urbane nuk pastrohen, ne do të marrim masat më të ashpra ligjore. Megjithse ka pasur goxha përparime, jo rrallë është parë se ka munguar ekuilibri mes të gjitha akterëve në sektorin e mbeturinave. Prandaj sot kemi një situatë me mangësi serioze në menaxhimin e mbeturinave. Kësaj ne mendojmë se ky sektor duhet të jetë prioritet i qeverisë. Kemi bërë gati projekt ligjin e ri për mbeturinat dhe shumë pjesë të legjislacionit sekondar që parashohin krijimin e një sistemi të qëndrueshëm për menaxhimin e mbeturinave, i cili synon të arrijë një moment të reduktimit, ripërdorimit dhe riciklimit të mbetjeve, moment i cili kthen mbetjet nga një problem madje në një mundësi ekonomike. Një sistem i tillë do të kërkojë edhe ca kohë. Ligjin e kemi gati, por kuvendin akoma jo. Lirësh mund të themi se kemi një emergjencë në sektorin e mbetjeve dhe për të adresuar atë kërkohen masa emergjente. Sot jemi këtu së bashku me Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, zonjën Fitore Pasolli Dalipi, për ta shpallur një paketë të emergjencës në fushën e mbeturinave, aksionin kundër mbeturinave. Ky aksion ka për qëllim të arrijë dy efekte të njëkohshme. E para të intervenojë në vendet ku hedhja ilegale e mbeturinave rrezikon ambientin dhe shëndetin, por po ashtu kërkon të shtrojë një rrugë të re ku qeveria nuk rri më duar kryq, por është prisë e organizimit. Ky program, përveç se do të menjanoj një pjesë të mbeturinave që gjenden në hapësirat e pambuluara nga komunat, mëton të vënë në ndërveprim kompanitë publike, siç janë ato rajonale të mbeturinave, kompaninë për menaxhimin e deponive të Kosovës, Korporatën Energjetike të Kosovës, Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, si dhe komunat, veçanërisht komunat në tërë territorin e Republikës. Ne presim që përgjatë kohës sa zhvillohet aksioni, të kemi 10 inspektor e zyrtar të angazhuar ekskluzivisht në inspektim të mbeturinave, ashtu që në njërin anë të krijojë një sensibilizim në këtë fushë, por në anën tjetër të vëjnë në zbatim ligjin aktual për mbeturinat nëpërmjet parimit ndotësi paguan. Kjo pako nuk është një projekt thjesht i radhës, por është një ndër ndërhyrjet më të mëdha, më serioze, më të vendosura shtetërore për largimin e deponive ilegale të mbeturinave dhe pastrimin e hapësirave jashtë zonave urbane. Ky program bazohet në këto shtylla: pra pastrimin e hapësirave jashtë kufive të vendbanimeve, shtimin e kapaciteteve inspektuese dhe vendosja pa asnjë kompromis e sistemit të xhobitjes dhe pagesës së shpenzimeve në kuadër të parimit të prerë, ndoci paguan, si dhe strategjinë e karrotës dhe shkopit për komunat. Nga sot, ne po fillojmë me patrullimet të shtuara dhe rritje të menjëhershme të numrit të inspektorëve në terren. Do të bëjmë verifikimin e rrap të përmbushjes së obligimeve nga institucionet si komunat dhe kompanitë e angazhuara në mirëmbajtjen e hapësirave publike, përfshirë edhe zonat urbane. Po a bëjmë të qartë se në rast se zonat urbane nuk pastrohen, ne do të marrim masat më të ashpra ligjore edhe ndaj vetë institucioneve, pra përfshirë komunat. Nëse komunat performojnë dhe përmbushin standardet për menaxhimin e mbeturinave, ato do të mbështeten përmes një pakoje të veçantë financiare që të përmirësojnë shërbimet dhe të rrisin kapacitetet e tyre. Por në rast se komunat nuk performojnë në përputhje me standardet e vendosura, do të përdoret shkopi, pra ndëshkimi i rrept financiar ndaj tyre. Për të jetësuar këtë, ne kemi ndarë një buxhet prej 1 milion eurove, pra direkt nga buxheti i shtetit të Kosovës. Pra me këto 5 marrëveshje me kompanitë regionale dhe publike, ne synojmë largimin e rreth 500 deponive ilegale të mbeturinave në gjithë territorin e Kosovës.